O, TikToku! A më qa më bën? Qa të bëjmë për shëndetje TikToku. Ritakohemi sërish me Honda Forza 125 kubik viti 2017. Pra, është një motor Honda, një markë brand ndërkombëtar nga më të mirët, por ka një problem. Në këtë shasi është e njëjta shasi si për grupin 300 dhe për grupin 125 të këtij lloji modeli. Ndaj për gjithë ata që kanë një Honda Forza 125 kubik të këtij modeli, duhet të kenë kujdes që mos ta përdorin dyshën me peshën shumë të rënda dhe kujdes me gazin mos t'i kalonin mbi 90 km/h, sepse realisht është një motor që nuk e ka shumë qejf gazin e lartë, gjyrat e larta, për arsye sepse ka një peshë shumë të madhe, është një telajo shumë e ngranduar, siç mund ta shikoni. Në këtë rastin konkret, grupi i këtij motori ka shkuar, por për çdo hapje të grupit duhet pastrohet mirë dhe injeksioni i motorit. Shikoni pranë brendësinë e tij, kanë shumë pislik, të gjitha këto sensor janë sensor elektronik, të cilët bëjnë matjen e gazit, të ajrit dhe të oksigjenit në këtë motor. Ndaj, për çdo fashu piston, për çdo hapje të grupit duhet pastrohet patjetër dhe injeksioni. Këtu kemi grupin e këtij motori. Honda Forza pra shikoni ka një gomë teje të madhe, është një motor shumë komfort, por thash për pjesën e grupit është shumë delikat nëse ju do ta shfrytëzoni si motor 300. Ky është cilindri, pistoni, të cilët kanë shkuar, ka dëmtuar poshtin eksentrik të testatës, gjithashtu bilançeri, shikoni pas se si është thyer, guzhoneta stabilizuese e bilançerit është thyer këtu. Dhe në rastin konkret do bëhet remont kapital. Në çdo fashu piston që ne bëjmë tek çdo motor duhet patjetër të ndrojmë edhe zinxhirin e fazës, është nevojë imediate e padiskutueshme që zinxhiri i fazës duhet ndryshuar patjetër, sepse është elementi më kyç i cili bën katër kohët e motorit. Katër kohët e motorit, të cilat janë thithje, ndrytje, djegje dhe shkarkë. Këto katër kohët e motorit është zinxhiri i fazës, ai i cili bën këtë proces. Në rastin konkret kemi bilançeri, shikoni pra, origjinalin e Hondës. Punojmë ke Ultimoto, punohet vetëm me pillë genuin. Kemi dhe bilançerin, boshtin, shikoni pra, boshti eksentrik është origjinal i Hondës. Guarnicionet origjinale gjithashtu, fashët origjinale gjithashtu, spinoti origjinal i Hondës gjithashtu. Ja pra dhe pistoni, është një piston i vogël, shikoni pra se sa i vogël është një piston sa një vezë, është me 4 valvula, 2 valvula në thithje dhe 2 valvula në shkarkë. Është e padiskutueshme që të gjithë motorat Honda duhet patjetër ti lubrifikojnë me vaj Honda, sepse është tetë e nevojshme kjo punë, dhe fabrika që i kanë nxjerr duhet patjetër me vaj Honda. Ky pra është ambalazhi i cilindrit pistonit, shikoni pra, është genuin, çdo gjë origjinale, sepse për Hondën duhen vetëm pajisje origjinale, nuk mund të punojmë me pajisje konkurrence. Kjo gjë nuk pranohet fare. Shikojmë pra dhe cilindrin. Ja pra dhe cilindri genuin i Hondës. Gjërat origjinale kanë vlerë të padiskutueshme. Ndaj, ju them dhe ju them sërish. Kontrolloni motorin tuaj çdo 2 javë për vaj dhe kujdes se kush keni. Faleminderit.